Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. I ndjeni këmbët të fryra dhe vazhdimisht të nxehta, ja çfarë paralajmëron kjo për shëndetin. Sindroma e këmbëve të lodhura RLS është një çrregullim i karakterizuar nga një nevojë e fortë dhe e pakontrolluar për të lëvizur këmbët. Njerëzit me RLS përjetojnë këtë nevojë së bashku me ndjesi të çuditshme dhe të pakëndshme në këmbët e tyre, të cilat shpesh i përshkruhen si ngjethje, zvarritje, këputje, kruarje, ndjesi shpimi, djegje ose dhimbje dhe shkarkime elektrike. RLS-ja mund të fillojë në çdo moshë, madje edhe te të vegjëlit. Është po ashtu e zakonshme te njerëzit e moshës së mesme ose më të vjetër. Gratë më shumë se meshkujt po përjetojnë në këtë gjendje. Është vlerësuar se 5 deri në 15% e njerëzve në SBA vuajnë nga sindroma e këmbëve të lodhura. Por cilat janë simptomat e sindromës së këmbëve të lodhura? Emërtimi i gjendjes flet vet. Shenjat dhe simptomat e RLS-s zakonisht janë këto: një nevojë e papërmbajtshme për të lëvizur këmbët, siklet i madh, si dhe kur shtriheni dhe pushoni ose uleni për periudha të gjata kohore, simptomat fillojnë ose përkeqësojnë në mbrëmje ose gjatë natës dhe mund t'ju prishin edhe cilësinë e gjumit. Përdorimi i tepërt i alkoolit dhe duhanit mund të shkaktojë ose të përkeqësojë simptomat. Simptomat e lehta dhe të moderuara zakonisht mund të lehtësohen me trajtime të ndryshme në shtëpi. Rastet e rënda shpesh kërkojnë trajtime me medikamente. Kush ka më shumë gjasa të përjetojë sindromën e këmbëve të lodhura? Disa grupe të njerëzve mund të kenë edhe më shumë gjasa të zhvillojnë këtë çrregullim. Ato përfshin njerëzit me një histori familjare të kësaj sëmundje, njerëzit me prejardhje nga Europa Veriore, gratë në 3 mujorin e 3 të shtatzënisë, njerëzit që përdorin ilaçe të caktuara duke përfshirë ilaçet kundër depresionit, antipsikotikët, bllokuesit e kanalit të kalciumit dhe barnat për të ndjesitë e përzierave. Njerëzit me kushte të caktuara mjekësore duke përfshirë neuropati periferike, mosfunksioni i veshkave, sëmundje të Parkinsonit, diabeti dhe mungesa e hekurit. Por si mund të lehtësoni simptomat e sindromës së këmbëve të lodhura? Simptomat e lehta dhe të moderuara të këmbëve të lodhura shpesh mund të trajtohen në kushte shtëpie. Ato mund të lehtësohen në kushte natyrale në shtëpinë tuaj duke ju ofruar edhe një qetësi të mundshme. Por nëse gjendja juaj fillon të agravohet gjithmonë më shumë, gjithçka që duhet të bëni është ta adresoni atë tek mjeku përkatës, kryerja e analizave të duhura dhe gjithashtu, mbështetja e shëndetit tuaj në mënyrë të rregullt do të përbëjë çelësin kryesor për shëndetin e nyjeve dhe lehtësimin e këmbëve. Ndjekja e këtyre trajtimeve sigurisht që është çelësi paraprak për të përmirësuar gjendjen tuaj të këmbëve dhe për t'i thënë lam të mirë këtyre shqetësimeve. Këmbët, të cilët kërkojnë edhe një trajtim të veçantë, mund të mbahen nën kontroll përmes recetave sa më natyrale, të cilat në kushte shtëpie sigurisht që do të jenë edhe receta më e mirë. Ndaj ju ftojmë të dëgjoni këtë video deri në fund për të kuptuar se çfarë duhet të bëni për të përmirësuar gjendjen tuaj. Për të lehtësuar këtë gjë, përdorni suplementet e lehta dhe të moderuara për këmbët e lodhura që shpesh mund të trajtohen në shtëpi, të tilla si: banjot e ngrohta mund të ndihmojnë në relaksimin e muskujve. Aplikimi i astëqeve të ngrohta ose paketimeve të akullit në këmbët tuaja mund të lehtësojnë gjendjen dhe ndjesitë e pakëndshme. Kushtet e gjumit, duke fjetur në një dhomë të errët dhe të qetë, duke shkuar në shtrat dhe duke udhëzuar në të njëjtat orare, duke kufizuar kohën përpara ekranit, gjithashtu mund të jenë të dobishme pasi RLS-ja shpesh shkaktohet edhe nga problemet e gjumit. Teknikat e relaksimit të tilla si yoga dhe meditimi mundet gjithashtu të lehtësojnë stresin e shkaktuar nga RLS-ja dhe lehtësimin e simptomave derisa të merrni masa. Ushtrimi i rregullt është gjithashtu i dobishëm, por stërvitja intensive nuk rekomandohet sepse mund të përkeqësojë simptomat tuaja. Shmangja ose kufizimi i përdorimit të duhanit, alkoolit dhe kafeinës mund të ndihmojë në zvogëlimin e ashpërsisë së frekuencës së simptomave. Ato përfshin ilaçet për rritjen e nivelit të dopaminës në tru, ilaçet qetësuese siç janë edhe ato për rastet ekstreme. Pyesni mjekun tuaj vazhdimisht për të marrë një trajtim të specializuar dhe gjithashtu për të evituar çdo komplikacion të mundshëm.
Nëse përdorni medikamente të caktuara, konsultoni me mjekun tuaj për të evituar kështu edhe gabimet që mund të bëni për përdorimin e tyre. Dhimbja e këmbëve nuk është e pazakontë nëse e keni qëndruar në këmbë ose gjithashtu keni qëndruar ulur për një kohë të gjatë. Pra, nëse vazhdimisht vëreni se i ndjeni këmbët të fryra ose të rënda, kjo gjë mund të bëhet edhe një problem i rëndë shëndetësor. Fajtorët e mundshëm mund të jenë gjithashtu disa të tjerë që lidhen edhe me problemin e veshkave. Ndaj, konsulta me mjekun specialist pas çdo shqetësimi të mundshëm përbën edhe kurën natyrale. Një nga arsyet e dhimbjeve të këmbëve mund të jenë edhe varicet. Varicet mund t'i bëjnë këmbët tuaja që të dhembin vazhdimisht dhe të shkaktojnë gjithashtu edhe inflamacione të tyre. Ndaj, nëse vuani prej variceve, sigurisht që do të keni edhe dhimbje. Sindroma e këmbëve të lodhura mund të jetë një arsye. Sipas ekspertëve të shëndetit, sindroma mund të krijojë ndjesi të pakëndshme me dhimbje ose pulsime që largohen vetëm kur filloni të lëvizni këmbët. Shqetësimi është më i zakonshëm gjatë natës kur jeni ulur, gjithashtu edhe kur jeni shtrirë. Nëse stërviteni shumë, sigurisht që do të përjetoni edhe ndryshime dhe dhimbje të forta të këmbëve. Nëse vazhdimisht i ndjeni këmbët tuaja të rënduara ose të ngurta, gjithashtu edhe të lodhura dhe nuk ndjeheni mirë edhe pas pushimit, mund të ketë të bëjë gjithashtu edhe me mbistërvitjen e gjymtyrëve tuaj. Ajo karakterizohet kryesisht edhe nga ndjesia e lodhjes ose djegjes së bashku me përkeqësimin e performancës së shëndetit të këmbëve. Nëse keni limfadem, sigurisht që do të përjetoni edhe shqetësime të cilat paraqiten në këmbët tuaja. Problemi buron nga grumbullimi i lëngjeve tepër limfatike, të cilat shkaktojnë gjithashtu entje dhe rëndes të madhe të tyre. Mund të ndodhë që këmbët ose krahët të çojnë deri në fryrje të pakontrolluara, të cilat kërkojnë edhe një ndihmë nga mjeku përkatës. Mund të keni insuficiencë venoze e cila lidhet gjithashtu edhe me problemin e shëndetit të këmbëve. Një gjendje ndodh kur venat kanë probleme me dërgimin e gjakut në këmbë dhe në zemër. Gjendja mund të shkaktohet nga mpiksja e gjakut në këmbë, por gjithashtu mund të jetë e dëmshme edhe nëse keni obezitet, jeni shtatzan ose keni një histori të ngjashme familjare. Obeziteti gjithashtu mund të shkaktojë dhimbje të këmbëve. Obeziteti mund të ushtrojë presion shtesë mbi venat tuaja, gjë që mund të rrisë rrezikun dhe problemin si venat dhe pasojat që shkaktojnë edhe rëndes të tyre. Mungesa e vlerave ushqyese mund të lidhet edhe me fryrjen e gjymtyrëve dhe probleme të ngjashme të tyre. Nivelet e ulta të vitaminës D, të magnezit, vitaminës B12 mund të shkaktojnë dhimbje në këmbë ose edhe njolla dhe rëndesa të tyre. Nëse keni mungesa të theksuara të këtyre mineraleve, sigurisht që edhe probleme në këmbë do të jenë më të dukshme. Vishni çorape të cilat shtrëngojnë butësisht këmbët tuaja për të ndihmuar gjakun të lëvizë nëpër vena në mënyrë më efikase. Ato mund të jenë të dobishme për të reduktuar ose parandaluar entjen. Ato gjithashtu mund të përmirësojnë shëndetin tuaj dhe të pakisojnë komplikacionet. Mbështetja e këmbëve në një astëk mund të ndihmojë që gjaku ose lëngjet e grumbulluara të largohen nga këmbët dhe të lehtësojnë gjithashtu edhe entjen. Të qenit aktiv inkurajon qarkullim më të mirë të gjakut, si tonelti i saj. Kripa ose natriumi bën që trupi juaj të mbajë shumë ujë. Kjo mund të nxjisë gjithashtu entje në këmbët tuaja. Arritja e një peshe të shëndetshme mund të zvogëlojë rrezikun e problemeve që mund të kontribuojnë gjithashtu edhe në rëndimin e këmbëve, duke përfshirë ndryshime të njëpasnjëshme të strukturës së tyre. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të mbani larg të komplikacione, sigurisht që duhet të ndiqni trajtime sa më të specializuara, të cilat sipas LCSI do ju ndihmojnë të përmirësoni shëndetin e këmbëve dhe të keni gjithashtu një mbrojtje më të mirë të tyre. Ndjekja e recetave natyrale në kushte shtëpie sigurisht që do t'ju jap një zgjidhje, por nëse gjendja fillon të rëndohet, paraqituni tek mjeku për të marrë një trajtim të specializuar. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.